to the beginning. Ju përshëndes të gjithëve, si zakonisht, pak pas orës 22 deri në orën 23 në programin Back to the Beginning në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Ne fëmijët e lindur deri në vitet 80, sepse sigurisht edhe ata që ishin përpara nesh, nuk është se nuk kemi patur shumë kreativitet, por nuk kemi pasur shumë mundësira për të kaluar kohën. Mua më kujtohet që në shkollën time të mesme, në të 16-tat e mia, u atashova në një grupim vullnetarësh, Aksion Plus quhej atëherë, ashtu quhet edhe sot. Dhe që më bënte mua të ndjesha e dobishme, ndërsa punonim ne dhe merreshim me promovimin e të drejtave të njerëzve, arsyetonin pse të rinjt nuk duhet të ekspozoheshin ndaj sjelljeve me risk, ku diu në përdorimin e substancave narkotike e të tilla detaje. Nuk e kisha kuptuar kurrë rëndësinë e saj derisa erdha në fakultet në Tiranë dhe mu desh të kërkoj ndihmë personale, sepse në fundet këta fëmijët e lindur të viteve 80 kanë shok, miq të afërm, të cilët kanë vuajtur në fakt nga këto që dikur i quanin vese, ndërsa sot Organizata Botërore e Shëndetësisë i konsideron sëmundje të rikthyeshme edhe pas një kohe të caktuar. Sëmundje kronike me pasoja të rikthyeshme. Por nuk e kisha menduar kurrë që një ndër njerëzit do të jepte kontribute kaq të rëndësishme në jetën sociale të rinjve dhe jo vetëm në këtë drejtim, të ishte një dashamirës, një njohës, një dëgjues, një studiues i muzikës rock, siç është Genci Muçollari, drejtori i Aksion Plus. Mirë se erdhe. Mirëdita ozat. Është kënaqësi që jemi bashkë sot, edhe e vërteta kjo është Genc, që ti pa dashjen tënde, pa dijen tënde, ke ndihmuar adoleshencën time të jetë më e shëndetshme, jo vetëm nga pikpamja shëndetësore, se në përgjithësi unë jam frikacake, tani që jam e rritur, mendoj që unë s'kam përdorur kur drogë për shkak se kam pasur frikë, jo se s'kam pasur kuriozitet. Atëherë nuk e di se si ishte, po sot mendoj që kam qenë frikacake. Dhe megjithatë, ishte shumë bukur të mlidheshe, të krijoje në fundit dhe një komunitet social. Unë kam njohur shok dhe shoqe më të rritur se unë, ndërsa merresha me një angazhim të tillë. Së pari unë dua ta nisim kështu. Ndërsa jam bërë kaq shumë vite dhe ndoshta kjo punë është bërë rutinë, Genci. Ikën një fytyrë dhe vjen një fytyrë. Problemet janë të njëjta, por ndoshta janë të atashuara tek njerëz të ndryshëm. A është rutinë kjo puna jote, apo duke ndryshuar historia nga historia, ndryshon edhe halli nga halli? Nëse nisin ke pjesa e parë e Aksion Plusit, besoj, me që fillimet janë rreth 92-shit. Megjithëse unë me pjesën e rrogët jam njohur edhe pak më parë, domethënë duke pasur parasysh edhe kushtet e Shqipërisë, domethënë të asaj kohe që nuk ishin fort volitshme për të njohur. Por kur njeriu do, domethënë, unë them që edhe në hënë, domethënë që ose ti do mantrën e jogës ose do diçka më do ta sillin edhe në hënë. Kështu që mjafton duash dhe gjërat vinë. Rreth 92-shit fillova punë ka Aksion Plusi, po e mbaj mend shumë mirë dhe rrugët që bonim Durrës atëherë që po ke shkolla, ke Gjergj Kastrioti. Kjo ishte gjë, asgjë nuk vjen rastësisht në jetë, domethënë kështu e ke manifestuar. Po, patjetër, domethënë kjo pjesa ime shoqërore, sociale, domethënë ndihmuese ka qenë gjithmonë. Dhe me sa duket në atë vit ose Aksion Plusi ishte pika ku puqin këto dy linja, edhe më pëlqente shumë puna, sepse ishte punë shumë krijuese, mund ti e nisi diçka, e krijoje, e zbatoje, edhe raportoje dhe shijoje edhe frutet në një farmase. Kështu që pjesa me Aksion Plusin dhe ende më bën punë, domethënë. Sidomos në atë kohë nisëm SIDA ishte fenomen, domethënë që duhej të parandaluar, problematik për të rinjt. Pastaj kaluam ke pjesa e drogës që natyrisht ka linja, ka ura shumë të mëdha, domethënë SIDA dhe droga. Dhe pastaj vijuam fushën e drogës duke hapur dhe programe të ndryshme terapi, për shembull për ata që përdorin heroin ose parandalim tek të rinjt, gjë që mua më vjen keq që nuk bëhet, domethënë duhet bëhet normalisht. Megjithëse ne bashkëpunojmë me shkollat e mesme për të dhënë një lloj ndihme, një kontribut në këtë aspekt, por është shumë sporadike. Domethënë kjo ishte pjesa dhe unë kam zhvilluar këtë pjesë, domethënë nëpërmjet Aksion Plusit për shembull kam shkuar, kam vizituar edhe vende të tjera të botës, kam njohur shumë njerëz, domethënë jam ndier respektuar në shumë aspekte. Edhe kjo më ka dhënë goxha, domethënë, edhe në rritjen time. Pastaj linja e rrokut është, po them, një linjë tjetër, se ne si njerëz kemi disa linja në jetën tonë, domethënë fillon që nga për shembull mund të mjaftojmë të ndjenjë linjën familjare, linjën personale, një farmase që e quhen rritje në profesion, po them unë, ose linjën e bashkëshortes ose martesës, fëmijëve pasaj. Dhe beson që është i kënaqur me këto linja që ka. Po për mua linjat dhe pistat janë pafund, domethënë. Kështu që
Njëra prej tyre ishte Janë ato bazike, duket sikur për këto i projektuar ne të vim. Për këto, më thon, kjo duket si ky është ai kurthi, cilët na e kanë ngritur domethën qoftë dhe shoqëria ose ndoshta edhe vetë bota me lojën e saj, domethën është një lloj imazhi domethën që ta bën sikur bota është kaq mjafton, domethën ti nuk ke. Ndërsa tek pjesa e rockut, bile ato po lexoja një dy gjëra domethën që i kanë bërë është që çliroi dhe trupin edhe shpirtin, domethën duke futur brenda dhe mendjen, domethën rocku i parë, domethën kjo ka qenë moto, që ne çlirojmë edhe trupin, por edhe shpirtin. Body and soul. Edhe në pjesën time personale them që më ka ndjekur kjo linjë dhe nuk më thon puna është që ti harmonizosh dhe ti sillesh në një formë që ty të bëjnë mirë, domethënë ti të ndihesh mirë. Sepse mund të kapësh dhe shumë linja, por në fund fare mund të ndihesh konfuz. A është një farë përmbushje kjo Genci? Për shembull, nga dosjet e dikurshme me stilolaps, me informacione që lidheshin me AIDS-in, me drogën e tjerë, papritur të vjen një ftesë nga shtëpitë botuese me të cilat bashkëpunon Genci, të vjen një ftesë për një promovim libri. Un kam libra të Gencit të përkthyer, të shkruar mbi muzikën rock dhe gati duket sikur janë dy njerëz të ndryshëm. Pra nga njëra anë është ai njeriu i ftohtë në kuptimin korrekt, asaj punës që duhet bëj, nga ana tjetër është ky tjetri që sheh, hulumton, vendos nga vetja, perceptimet e veta që ka, do t'i injektoj, jo t'i imponoj, po t'i injektoj pra dëshirat, pasionet e përbashkëta, për t'i mbledhur njerëzit e një komuniteti të caktuar me disa dëshira të ngjashme, po themi, jo të njëjta në një festë të vogël siç mund të jetë promovimi i një libri. Se dakord, qefet janë një gjë, dëgjoj, shijoj vetë unë personalisht, dhe dëshira për të ndarë me të tjerët duket si një mision dhe si një qëllim o për ta zgjeruar komunitetin ose për të mbajtur të lidhur atë komunitet që është. Tani në qoftë se do të kisha mundësi të kisha marrë edhe një 2-3 bloqe që kam në shtëpi, domethënë që dëgjoj muzikën, që i shënoja në atë kohë, domethënë isha edhe më i ri, më i freskët, domethënë ky iku nga filan grup, ku shkoi nga Deep Purple, krijoi një grup tjetër, Whitesnake, ose domethënë ky filan ka qenë këtu, për shembull ky person pastaj shkoi në grup tjetër, domethënë isha shumë brenda gjithsaj këtij universit të rockut, nuk diskutohet, domethënë në kohën kur pata idenë për të bërë dhe librat. Megjithëse libri i parë ka qenë libri muzikës rock, domethënë që pastaj e ribotuam ke albasi në bishat e rock and rollit, domethënë gjetëm zgjodhen me dy tituj. Por libri vërtet ka filluar të shkruajë në mënyrë jo në mënyrë të qëllim, domethënë po them qëllim të vetë. Që do bëhet libër një ditë, po ulem do shkruaj një libër, kam një deadline. Jo, as pak. Për shembull, më vinte të shkruaja për dorsa, për shembull, domethënë dhe kam aty goxha të shkruara, çaj gjithë impresionet e mia, ato që dëgjoja. Për shembull, Morrisonin e mbajmën që dëgjonim në televizor tek Mr. Fantasy tek italiani, po i themi Kerai. Dhe më thonë shikoja ashtu, më thonë me djerës, me flokët, si Luan, më thonë me krip që këndonte, më bënte shumë përshtypje natyrisht, më thonë sepse kishim shumë pak burime. Ose mund të shikonin për shembull ke Jugosllavi, po them në një grup në një gjë dhe kjo duket sikur ishte domethënë gjithë mrekullia e botës që kishte zbuluar një xhavair ose një histori shumë të bukur. A ishte edhe për shkak të tendencës së gjërave të ndaluara, nëse do kishin qenë të lejuara të gjitha këto që tham. Neve nuk e dimë, se nuk është se kemi jetuar ashtu, po nëse do kishte qenë kështu, a do ishin të mitizuar këta njerëz njësoj sot? Them që edhe shumë shkrimtarë dhe filozofë dhe njerëz të mëdhej, piktorë të mëdhej kanë lindur nga pjesa e dhimbjes, nga pjesa e mungesave, nga pjesa e vuajtjes, nga pjesa që kanë dashur të rebelojnë, domethënë, po të shikosh shumë artistë mëdhej, kjo pjesë nësa po të kesh qenë një artist, mund të kesh qenë shumë i kulturuar, shumë i edukuar, por jo artist shumë i madh, domethënë jo artist i shpirtit. Domethënë dhe Ralph Waldo Emerson, që është një filozof, eseist shumë i madh amerikan, ka bërë një ese për këtë gjë, domethënë. Ne janë artistët e shpirtit dhe artistët janë të kulturuar dhe të edukuar, që vërtet ne i duam, i pëlqejmë. Po artistët e shpirtit janë ata që na prekin telet, domethënë ta na prekin shpirtin ton. Kështu që them që kjo mangësi, më thonë, kjo ishte rruga kohës time. Nuk do kisha asnjë rrugë tjetër, po them, më thonë, ashtu duhet shkonte. Po me ato mangësira, dhe kjo më bëri ajo që unë, më thonë, që jam edhe me ato 2-3 gjëra që bëra, po them dhe më vjen shumë më që ndodhi kështu. Nuk do dohet ishte ndryshe, domethënë, ajo rrugë. Genci, a mendon që ndonjëherë ngecim tek një gjë që nuk e kemi jetuar intensivisht ose nuk e kemi pasur në kohën që duhet ta kishim.
dhe ngecim, bëhemi tifoz, bëhemi xheloz, bëhemi duket sikur vetëm ne na përket kjo shija ose vetëm nuk e di, ngecemi ndonjëherë dhe bëhemi të mbyllur për të kuptuar që pas ka disa gjëra tjera edhe jashtë kësaj koracës që kemi krijuar ne. Po flas për shihet estetika, për këto po flas. Jo, un kam një moto, më thënë që është moto budist ose jogësh, që çdo gjë ndodh për më të mirën tënde. Më thënë edhe në çastin kur ti ngec, ke mundësi të reflektosh, më thënë vetë universi, më thënë vetë qenia jote ta jep këtë situatë për të zhvilluar më tej. Por gjithmonë pa humbur ai shpirti i brendshëm, shpirti i reflektimit, kërkimit, domethënë i çuarës përpara do të jetë aty. Natyrisht, po që i fjetur ai, mund të ndodhin shumë gjëra në univers, gjëra të mëdha dhe ti nuk prekesh nga rruga, nuk del. Por them që e kam pasur këtë vizion se ku do shkosh për te, domethënë çfarë është hapi tjetër. Dhe duke qenë i tillë i vetëdijshëm, edhe nëse ti ngec ose ke pengjet e tua, ke pezmatimet, ke gjëra që s'bëra këtë, pse nuk e bëra, domethënë gjitho pezmet tona, përsëri vjen një çast që rruga do hapet. Ta thash, mjafton ta dëshirosh, do të vi kudo, domethënë çdo sinjal çfarë duash ti. Me muzikën rock të thash, më thënë atë kohë ka qenë koha socializmit, më thënë bie para viteve 90 që ishte shumë ndrydhje. Unë di shokët e mi që kanë rënë në burg, domethënë i kanë futur në burg se kanë dëgjuar një këngë në radio për shembull, ose kanë folur me tjerë për këngët. Edhe mund të kisha rënë shumë mirë donë. Unë flisem me shokët e mi dhe gjithë ngjonin me pasion, domethënë vërtet se rocku ishte tok shumë e pa shkelur, shumë e pa njohur. Por kalova të situatë dhe më vjen shumë mirë që rocku për mua ishte zhburgosje, më thënë, ishte një liri, gjetje lirie. Do thënë hapi parë është aratisesh nga një realitet që fliste për gjëra të ndryshme, gjëra materialiste, që mua nuk më ngjiste. Dhe rocku ishte u bë pikërisht kjo një bark shpëtimi, një urë, domethënë që unë të kapërceja përmbi këtë realitet. Edhe mbaj mend për shembull dëgjonin muzikë me radio me valë shkurtra, kur e kujtoj tani më duket që sharage. I kisha bërë kufjet e mia dhe ma kujtoj edhe Ben Andonit, se edhe me Beni njiheshim atë kohë, flisin për muzikën. Tha Genco, kufjet i ke bërë vetë, kufjet e muzikës, i ke bërë me kufje nga ato kufjet e radios, si ishin të alfabetit Morse, diçka e tillë. Më thonë, krimtaria nuk njite limite. Edhe ishte ditë diel një emision nga 2 deri në 5, Europa e Lirë, diçka e tillë nga Hungaria ndej, që transmeton vetëm muzikë perëndimore. Gjithta heronjtë e mi, domethënë aty kur dëgjoj një muzikë vinte edhe befas, surprizë. Tani e dëgjon për shkakun kam mend Zepelinat edhe e kërkon YouTube edhe ja ku doli. Kështu që duhet pak sforcë brenda që ta përgatitësh veten. Edhe me që jemi këtu, po idhja një si listës tënde, lista jote nuk ka këngë, lista jote ka simfoni. The Doors, The End, Stairway to Heaven, Led Zeppelin, pra këngë që fillojnë këtu, ikin në për transicione diku, shkojnë në një vend, rikthehen prap këtu. Gati duket sikur ke qef për aratis ndërsa dëgjon muzikë. Aratisin e mendjes e kam fjalën. Ajo që sepse gjithë ngecen ke pjesa e parë e rockut, që është trupi i rockut. Domethënë muzika, siç tham dhe më parë, që ti të dëgjon, të shijon muzika, ritmi fillon lëviz. Po puna është që për te muzikës, për te tingujve ka dhe ato që janë fjalë, që është lirika, poetika. Dhe në rock ka poet mirëfill, domethënë vërtet, jo thjesht lirika sa për të bërë një ritëm, për të ndjekur një ritëm muzike për shembull. Lirika, jo thjesht lyrics, tekste që të kalojmë radhën. Domethënë lirika që ti bën nga duke klubi, domethënë i fut sa rima dhe janë rregulla. Po për shembull, nëse marrim Bob Dylanin, që mbahet një nga pothuajse nga poetët më të mirë beatnik, Leonard Cohen, Morrisoni, po edhe ke grupe si Black Sabbath për shembull, ose ke Hendrix gjen lirika të jashtëzakonshëm, sepse frymëzimi ka qenë edhe një pjesë për hir të drogës, nuk diskutohet, po ka qenë koha e tillë që që pillte, që buronte spiritualizëm, në vitet 70, Woodstocku etj. Kështu që kjo pjesë e këtyre grupeve ishte që unë përtej tingujve fillova duke u lumtuar dhe kjo pjesa e poezisë, e fjalëve që kishin përtej. Dhe pashi këto ishin mrekullim, dhe ky ishte burimi i parë për frymëzimin e librit, të cilët unë i kam bërë grup pas grupi tek Merlit. Revista letrare Merlit, aty filluan ti botonin, një nga një grupet, dhe kur e pash më mblodhe ndoli numër 13, thashun 13 nuk bëhet dot më shumë, për shembull Mike Oldfield doja ta bëj atëherë,
ose Lou Reed ose Velvet Underground të gjëra nuk më shkonte më. Ishte fiksuar ke 13 që domethënë thash 13 po e lë, domethënë edhe numër kështu pak mistik. Dhe poezia pastaj është e jashtëzakonshme. Dhe unë duke qenë edhe nga brenda çik domethënë pëlqyesi poezisë, domethënë kam shkruar edhe vet. Dhe e di çdo thotë më kur kombinohet muzika me tingullin e muzikë, më thënë me poezinë. Është vërtet fantastike dhe mund t'i shijon dy fishe shijon edhe në trup edhe në shpirt si themen, si puna dashurisë, më thënë. Ka dashuri, më thënë, për trupin, mendjen, po shumë të rrallën ata që kanë në zona shpirtit, domethënë kjo është gjëja më e bukur pastaj. Kur e kap rrokun në këtë lloj sistemi. Do të jap një frymëmarrje bisedës me Gencin, ne folim shkurtimisht për Dorsat, i prekëm pak Led Zeppelinat, se prandaj tash lista jote ka simfonira. Ndërkohë transmetojmë në radio, so të japim pak kohë dhe bisedës tonë. AC/DC Let There Be Rock do kthehemi përsëri në studio me Gencin për të folur. Ndërkohë, jam duke folur me Genc Muçollarin, drejtorin e Aksion Plus, i thash që në kohën time si studente kam kërkuar ndihmë për shok dhe për miq të cilët vuanin nga pasojat e përdorimit të substancave narkotike. Ndërkohë shoh në plan që kam një pull nga analizat e sotme, kam qenë duke bërë analizat sot se fus keq kuptohemi. Dëgjojmë këngën dhe kthehemi përsëri bashkë. Let There Be Rock, AC/DC, si është një kohë, nuk është një tjetër Genc. Më përpara ishte lajm i madh kur vinte babi pas 6 muajve, sillte një revistë ku diun çoje nga Italia që kishte brenda një poster që ishte botuar dhe ti ishte një qef i madh i papar, ndërsa sot mund të presësh një bilet, mund të shkosh në një koncert, nëse punon në këtë fushë siç unë ndodh të jesh hospitality për një pjesë të këtyre grupeve. Unë kam pritur këtu Deep Purple, Whitesnake, Dolores O'Riordan, Europe, dhe gati duket e pabesueshme që nga ato copat e letrës që i ruani me shumë fanatizëm se mos vinte në një shok klase dhe na i kapte, na i vithe, sot i ke përballë, nëse do të kesh përballë, mund t'i shohësh, mund të presësh një biletë edhe për afrimet për meeting fans, pra mund të takohesh, mund të bësh foto, edhe vetëm se nuk e di, sikur nuk e ka shihen njësoj. E vërtet është. Apo kur bëhet e prekshme një gjë, ajo humbet edhe magjinë edhe. E ka këtë pjesën e surprizës, magjisë, më thon si thuhet shpesh, më thon që ti kur e sheh, pastaj edhe e bukur është që unë sërse kam parë në një grup rocku, domethënë mund të kem parë në Zvicër më mend një koncert një grupi çfarë do, po jo grup mi flut ato doja që doja ti shikoja për shembull King Crimson mbaj mend që doja ti shikoja, po nuk munda, ishte një koncert Plenty për shembull erdhi në Itali, që dhanja 2-3 ditë shfaqje. Edhe ato se bëra do t'ja ta shikoja, por ende, më thonë, kjo nuk është se më prish punë për shembull. Mbaj mend kur ka bën një koncert tribut për Zeppelinët në Amerikë, më thonë. Kjo bashkuan në janar në atë viti të ri. Po i bën ke Hall of Fame, më thonë gjitha këto. Ai ishte vërtet, më thonë, atmosferë shumë e bukur, domethënë kur ti shikoje në atë moshë. Por s'ka qenë e shkruar kur i thonë, domethënë, kështu që edhe nuk është se më vjen keq, domethënë. Jo, pse ti vazhdon ndron ende në ujëra magjie. Nuk diskutohem edhe gjithkohë, po them në atë kohë që ishte, më thonë, një pjesë materialiste dhe ishte një sistem kaq ndryllës, edhe unë përsëri domethënë flisja me kaq pasion për këtë gjë dhe edhe nuk është se më ka humbur, domethënë kjo për mua kjo është që të mban gjallë, sepse rocku në fund ose muzika është në thelb është energji, domethënë, dhe si transmetohet kjo energji tek ty, pastaj ti e kthen përsëri në energjitë tënde. Ky është një proces shumë i bukur dhe do ta dëgjoj muzikën me zë të lartë. Domethënë këtë e kam edhe gjithmonë e kam dashur të gjë, ta dëgjoj me zë të lartë, domethënë që vërtet edhe tingulli të rezonoj në çdo qelisë tënde, përveç se të prekë edhe pjesën, domethënë, e mendjes së trurit. Kështu që nuk është se i kam parë, por nuk më vjen keq, domethënë. Ndërkohë, Genci, sot prodhohet muzikë pafund. Unë nuk e di nëse për të kthyer edhe një herë tek ngecja, nuk e di nëse jemi të ngecur që çfarë ishte dikur ishte më e mirë dhe jemi të ngecur aty, apo për shkak se ne nuk tinim më shumë se sa aq, ne merrnim atë që jepej, e sillnim e bënim shumë shpejt brenda vetes tonën dhe nuk e linim të dilte se s'kishim të tjera. Mbase sot ka po njësoj gjëra shumë të mira, po ky bombardimi me informacion mund të mos na jap mundësinë dhe kohën për të qenë selektues, për të kuptuar me vërtet çfarë po ndodh. Se mbase mund të ketë gjëra shumë të mira, por nuk kemi kohë. Them që janë shumë, më thënë, edhe velja arrihet një farë ngopje. Më thënë dhe brezëri do të marrë gjëra të tjera që janë më jo kaq angazhuese, domethënë mos sipërfaqësore, më të thjeshta, më të lehta për të bërë, domethënë. Dhe shikoj për shkak kam vajzën time, një dytë, më thënë, disa këngë ne puqemi bashkë në gusto edhe në shije që vërtet kanë peshë.
Nësa pjesa tjetër pasaj thash kur dëgjoj qoftë në rrugë, në radio, më thënë është vërtet shumë si profesore dhe them që bota siç është hyrë në një materializëm paskaj edhe shumë të thellë, kjo do pasqyrohet se s'bën edhe në grupet e rrogut, domethënë është më mendja tani po shikoja një shkrim që shumë grupe janë të prirur dhe saj, domethënë dhuna, seksi, droga, dhe nuk ka një mesazh edukues brenda, për shkak ose Kleptoni flet për drogën e tij që më thonë ishte shumë vite, ose Amy Winehouse e tjerë, më thonë munduan të japin një mesazh edukativ, domethënë se si shumë prej tyre u dogjen nga droga, por disa ti mund t'ia hedhësh, domethënë është diçka që ose një farë kohë ti mund të jesh në drogë, por pastaj duhet dalësh, domethënë sa më shpejt, se po ngjesh brenda, do ngjesh brenda. Kështu që edhe kjo ngecje, nëse zgjat shumë, nuk është e mirë, domethënë. Të tëra këto modele që për të gjithë ne janë frymëzues për ne, që nuk bëjmë muzikë, por që e dua muzikën. Ndoshta se këtu të lidhen të dyja profilet e punës ty, edhe të dëshirave dhe të pasioneve. A e përdoret ndonjëherë si justifikim? Po e marr, po përdor disa faktorë të jashtëm, disa kontributorë të jashtëm, po themi si substanca për të arritur nivelin më të lartë të performancës, të krijimtarisë, të frymëzimit, të ku diun se çfarë. Një nga problemet më të mëdha që kishte familja ime në adoleshencën time ishte se nëse ti dëgjon Jim Morrisonin, ka një gjë që nuk shkon me ty dhe me jetën dhe profilin e tij personal ose privat. Domethënë këtë kurrja e prindërve, sigurisht është pa informuar, se nëse un jam një prind i sotëm, patjetër që kam të tjera mendime ndryshe nga prindit e mi përpara 25 apo 30 viteve. Por a e përdorin si justifikim? Qoftë artistët apo dhe njerëzit e jetës së përditshme që thonë për të manipuluar një shqetësim, një hall të madh, një problem të madh që kemi, gjejmë shpëtim aty. Kjo është, më thonë, është teori e vjetër, mbaj mend ka qenë një debat i tillë dhe me LSD në Amerikë, atëherë kur u shpik, domethënë, atë u lëvdye se, më thonë, se LSD-ja do ishte një mjet për të hapur dyert e perceptimit, për shkuar nivele më të larta etj. Po me kalimin e kohës u pa që bënte më shumë dëm se sa mirë. Megjithëse shumë kryevepra, po thënë poezi, Allen Ginsberg, Aldous Huxley, për shembull dyert e perceptimit të Huxley të shkruajtur në efektin e meskalinës, domethënë morin meskalinë dhe shkruajti librin dhe ka dalë fantastik. Po ishte Huxley ama, domethënë sepse domethënë ka të bëjë shumë dhe kjo se sa ti e menaxhon veten, domethënë mund të jesh. Pra të gjithë mund të kemi një Ferrari, po jo të gjithë mund të kemi rrugë për të përshkruar me Ferrari, e qartë. Si tha dhe Buda Murgu, ai Murgu kisha ardhi ishte shumë i varfër, tha po unë tha ti arritë, tha dhe unë po meditoj sa shumë ka shumë sa ty, tha se nuk e arrit, tha. Apo tha domethënë unë Buda më dhën mbret ti, domethënë kështu që puna është që mos të abuzohet, domethënë. Në çastin që ti mundohesh që ta menaxhosh, gjithmonë nëse do ta menaxhojnë, domethënë qoftë drogën edhe si mjet krijimtarie, është shket nga duart. Në qoftë se bëhet abuzim, domethënë dhe bëhet keq përdorim, atëherë ty të kalon nga pjesa tjetër, pastaj errët. Sepse gjithmonë do të arrish atë momentin e herës së parë. Po, nëse shikon që i afër kulmit, domethënë dhe aty lëre, domethënë mos shko se mbas kulmit pastaj do bjerë direkt rënja. Kjo kape veten vëlla, domethënë pa dal, pa shkuar në kulm, domethënë kjo vlen për shumë njerëz në botë, edhe domethënë mos e lejo veten deri në kulmin, nëse do shkosh më tutje më lart, bravo kulmin. Po atë mbajnë koltjet apo jo. Kështu që edhe për shumë krijuesi e përdorin, thash, fillimisht nuk ka në gjë të keqe, sepse ta demonizosh drogën, se ja vlen, mos u thua që janë pa vërteta. Po ti jep një frymëzim. Për shembull, se doja ata pan Allen Ginsberg pa mrekulliera, domethënë pa një univers komplet tjetër. Por nëse të kap keq, domethënë u thon bet trip, atëherë domethënë ty futesh në një univers që është shumë i dhimbshëm, me shumë vuajtje, me shumë trauma dhe mund të mos dalësh ndoshta siç duhet, domethënë ose tamam prandaj, domethënë mund të kesh pasojë që ndjekin gjithjetër, domethënë asnjëherë droga nuk është e sigurt. Nëse ja që Zoti se ta menaxhosh, domethënë ta bësh edhe pastaj dalësh marrësh atë që do, bravo të qoftë. Këtu jën ato pastaj, jën ato që thonë jo, kemi më të madhe frikën se kuriozitetin. Jo, më thonë më mirë nuk do fare, po. Genc, po muzikë shqiptare, a dëgjon ti? Jam kurioze. Muzikë shqiptare, me thënë drejtën, më thënë edhe grupet e rrogut shqiptar, disa prej tyre kam ndjekur, më kemi qenë dhe kam marr pjesë edhe në për koncerte, shfaqjet e tyre. Por
jo të kem ngecur shumë aty. Po se ato janë iniciativa që më përpara kanë mbaruar se kanë filluar. Edhe Po, e vërtet është. Po kur kanë qenë këngë vërtet, më thonë që kanë qenë prurje, kanë qenë gjetje fantastike, më thonë, unë i kam shijuar. Që edhe këngë popullore, më thonë edhe këngë tjera. Por i kam kanë qenë pjesë e rinisë time të hershme, domethënë kur i thon. Megjithëse për shembull në kohën time kur në atë kohë të gjithë ishin shumë tek Beatlesat ose ke Bee Gees, po them ke grupe që ishin të njohura dhe për ato flitej, domethënë etj, Stonesat. Unë pëlqej më shumë të shkoja për shembull ke Dorsat, ke grupe më ezoterike, më të që sillin diçka tjetër, më të thella, më shpirtërore, domethënë, kështu që edhe kjo pjesë Zeppelinët pastaj domethënë kanë qenë po, edhe për mua Zeppelinët janë si një fill që i përshkon të tashmen me të shkuarën time, domethënë kur e shikoj mbrapsh. Edhe është vërtet çudi që ti mund ta dëgjosh një grup gjithë jetën ose disa grupe gjithë jetën dhe shumë vonë mund ta marrësh vesh domethënë se vërtet ku është vlera vërtet, ose teknikisht grupet janë gjithë, domethënë janë gjithë mirë, janë të mirë, sa bukur e bëga ky, si e kap refrenin ky, ku dëgjon etj. Por ashtu si sot Page, domethënë kitara nuk është vetëm teknikalitet, domethënë, e ka parasysh për shembull Eddie Van Halen ishte mjeshtër. Atë ndruash teknikalitetin, po zbrej emocionin. Shpejt po them, kupton? Po puna është emocioni, është ajo që përcjell domethënë risia dhe sa më thellë ta marrësh thelbin, domethënë sa më thellë ke pjesa e shpirtit të rrogut, domethënë, aq më ndryshe del kënga, domethënë, ai tjetri e ndjen edhe pa fjalë, edhe pa shpjeguar se çfarë ka ky këngë brenda, sepse i ka prekur diçka që ai nuk, dhe nëse s'ke fjalë, atëherë kjo duket që është vërtet shumë e thellë, domethënë, se fillon ta shpjegosh sa e bukur, sa i mjeshtrisht i binga ky kapi këtë, kapi atë. Ndjesitë të cilat nuk përshkruhen, i ftohti im është i ndryshëm me të ftohtin tënd. Nuk diskutohet dhe i ftohti dhe i nxehti janë bashkë në një shkallë, thotë është shumë bukur, kështu që nuk është se kanë ndryshim i ftohti dhe i nxehti, se bashkë janë vetëm një, vetëm njëra është skalar më lart dhe më poshtë. Por, më thënë, dhe pikërisht kjo, si thua ti, Selvia tha në plagjen e dashur, tha, e do shumë baltën, domethënë. Kështu që mundohesh të seleksionosh ato gjëra që vërtet të frymëzojnë, të japin, domethënë, do pak gjëra, je shumë selektiv, por ato që do për shembull e di që tash do të gjej të këngë ose do të gjej rock. Edhe filloj 1, 2, 3, 4 vë ato që dua, domethënë, dhe kjo më jep atë mbushjen. Kjo mos kanë vetëm. Ajo që vura re unë tek lista jote është që gati ajo duket si një lloj ndarje kronologjike, nëse mund ta quajmë kështu. Pra ajo është e përzier tek vitet 60-70, dhe pastaj aty shohun që ti Against nuk e ngecur se ti shkon për shembull nga Dorsat, nga Rolling Stones, nga Led Zeppelin, nga Deep Purple shkon të Guns N' Roses, gjenerat tjetër, më e re, po njësoj fuqi plot, po themi. Sepse për shembull Gunsat i mbaj mend kur nxorën Paradise City në atë kohë, dhe un kam qenë, besoj, punoja në atë kohë, dhe kur erdha në shtëpi, më thënë e kapa këngën që u prezantua për parke MTV-a tani që s'është më. Dhe vërtet më la kaq shumë presë, më thënë, gjithë energjia e Axlit, më thënë, mund Slash, Enigmatic, më thënë, gjithë këto gjëra kështu dhe më lanë shumë presë, më thonë, dhe janë si gjurmë të kohës, kohore, po them. Prandaj duket që është kronologjikisht ndryshe. Për shembull, Epitaph të King Crimson, unë mbaj mend, kam marrë nga Shkupi atë ditë, kam qenë smur me grip. E kisha bler si dinë King Crimson, e kisha fiksim, domethënë, dhe i smur e dëgjova dhe më thonë, merre më të fiksohet një këngë në smundje. Me temperaturë, me gjysmë methë, kështu etj. Kështu që ato janë si i thon ato trigger anglezë, si këmbë si të çon për shkakun. Nëse ti më kujton një filan këngë, unë kujtoj një histori me atë këngë, domethënë që kam mbrapa dhe më çon, më transmeton, më transferon tek ajo kohë. Dhe kjo është gjë e bukur e rrogut me mua, domethënë, për shembull, dëgjoj një këngë dhe unë di shumë impresione, shumë ngjarje, njerëz që lidhen me atë këngë për shembull. Dhe ato që i zgjodha jo rastisht për shembull. Ose Deep Purple për shembull, zgjohesh ti në 12 natës del gjumi në atë kohë me radio tona, hap radion çfarë doni stacion dhe kap ku do janë. Një këngë Keep on Moving, Highway Star, domethënë. Ku jam, domethënë, ka parasysh është kjo ekzistenca apo është një ekzistencë tjetër, domethënë. Ose ca këngë tjera që nuk i di titujt.
Kur imagjino atëherë kur si kërkon do ti kur do në këtë kohë, në këtë kohë kur ti ke mundësinë të kërkosh këngën që do në çdo moment, nëse ta luan radioja dhe ti e dëgjon rastësisht, ndjesia është tjetër, edhe pse pikërisht. Mund ta kërkosh kur të duash edhe pse duash. Më thon dhe kaq surprizim domethënë vërtet të bën punë, ose për shembull i kam qenë më mendur në një klub në Vlorë. Shine on you crazy diamond, do të fillonte kështu muzika. Më thon gjithsesi kishte asnjë se kishte mendjen aty, më thon. Vetëm unë e kapja, më thon, rritje pas rritje, crescendo, më thon këngë që vinte etj etj dhe ato mbaj më për shumë. Shine on you crazy diamond e kam dëgjuar atje, ka që më pëlqeu shumë, më thon që ishte vërtet. Ka dëgjuar Genci Paradise City me temperaturë kthyer nga Shkupi në shtëpi. Po pse për Genci mund të kishte pas një fat tjetër, mund ta dëgjojë diku tjetër këtë këngë. Ashtu ta sjell ai ashtu pas ka qenë shkruar. Ashtu ta sjell ta. Dëgjojmë Paradise City nga Guns N' Roses në top. Është bisedë shumë e bukur me thënë të drejtën, sepse jo gjithmonë ti takon një njerëz që ka të njëjtat shije me ty. Unë gjithmonë Genci mendoj, sepse sigurisht unë jam më e vogël se ty, s'dua të them më e re se ty, po më e vogël se ty. Po ndoshta dhe unë se nuk do kisha jetuar në të njëjtën familje ku ka jetuar i mat apo i vëlla që është më i madh se unë, dhe që më ka edukuar mua me këtë muzikë, me thënë të drejtën, atëherë nuk është se e zgjodha unë. Mangecën. Nuk është se kisha ndonjë mundësi tjetër. Më shumë, këtë dëgjonin ata, kjo dëgjoj në shtëpi, kjo vinte me kasetat e babait tim që rrugës detit hiqte çorapet e grave, i hidhte në det, edhe tek çorapet e grave fuste kaseta, sepse ka punuar për një kohë të gjatë në marinë dhe sa herë që kthehej, sigurisht nuk kontrollohej me detaje siç kontrolloi një pasagjer i zakonshëm. Dhe them që ndoshta do kisha qenë një njeri tjetër sot, sepse njësoj ty unë ndaj të njëjtin mendim që muzika vjen ajo, pavarësisht se në cilën gjuhë këndohet kënga. Pra nëse muzika është e bukur dhe vjen dhe emocionon, është okay edhe nëse teksti do këndojë në kinesisht, në greqisht, në italisht, në anglisht dhe kështu me radhë. Kurse kur vjen puna tek fjalët, aty njeriu bëhet më sensitiv, sepse ndoshta ndonjëherë bie dakord me atë që thuhet dhe dini natë pse ai e ka thënë para teje. Por është një lloj vetë gjetjeje tek ai informacion që ti dëgjon ose që ti lexon. Unë e di që ti i ke përkthyer, po sa vështirë është të përshtasësh në një gjuhë tjetër kur dikush mbi të gjitha ka menduar në një gjuhë tjetër për të shprehur diçka, e ka menduar ashtu. Le pastaj të shprehet në një gjuhë tjetër. Vërtet, më thonë, mbaj mend, ose ndoshta isha shumë entuziast në atë kohë dhe nuk më bënte përshtypje. Tash për shkakun kur e shikoj shkallën e vështirësisë dhe pamundësinë domethënë për ta bërë ashtu siç do ti. Ose aty ku ti ke gabuar vërtet një fjalë që mund të jetë shumë e thjeshtë, po ti se ke kapur thelbin. Por tek rroku thash, mendoj, besoja që më thon e kapja thelbin. Për shembull, në ti ndjen një ritëm të brendshëm për shembull, më ka ndodhur ke Bob Dylan për shembull. Ke Morrison e kanë bërë me një frym, qoftë shkrimin hyrës, qoftë edhe këngët që kisha mundësi të zgjidhja të ri, dimensionoj edhe një herë që kisha përkthyer prej kohësh me atë anglishtën time, më thon atë asaj kohe etj që unë përktheje fjalor, tani kishim, më thënë, dhe Google-in të satëherë, vetëm me fjalor do t'i gjeje kuptimin fjalëve. Por pasion, më thënë, edhe është fjala e Page-it, shkoj Frederick Page-it, më thënë, ne ishim grup pasionanta, më thënë, kishe pasion brenda. Askush nuk pyeste për çmime, për mburrje, për reklama, për televizione, për drita. Jo, dhe si kishin fare të mundë, ne shikonim vetëm rrugën tonë dhe atë pjesën e thelbit që ishim duke ndjekur. Nëse kishe pasion, ti mund t'ja arrish, ti e di shumë mirë, domethënë çdo njeriu duke pasur një pasion, duke pasur një vizion tëndin, që ti ndjek gjithë bota dali kundër të thotë shiko, nuk bën, nuk është e mirë, domethënë nuk të shkon askund. Ti e ke atë bindje, domethënë ti e di këtë krije si po bën tani, domethënë se çfarë ka për të bërë pas disa vitesh. Kështu që edhe s'kile që të bëjë atë, më thonë, kishe që të bëjë. Mund dilet, bie birra me shokët, për shembull, por ajo që unë kisha qef të bëja ishte ky pasioni dhe më duket si një kohë pa kohë, domethënë edhe mënyra se si përktheja shkrimet e mia që kam nëpër blloqe, fillimet. Ishte gjë e bukur dhe ne kemi edhe këtë të them mos ta harrojmë, që ne kemi drejtën duke qenë në kohën e tashme, dhe duhet se vetëm e tashme ekziston, domethënë ti nuk ke as shkuar as tardhur, domethënë ti je tani, domethënë unë po bëjmë të bisedë, kjo është gjë shumë e bukur që nuk do të marr si gjë e lehtë kështu sa për të kaluar radhën, domethënë. Qoftë një ngrënie buke, një ngrënie ushqimi. Kështu që duke qenë e tillë ti e ke drejtën që ta marrësh Blekun ose Morrisone ta bësh të japësh edhe një frym tënde, domethënë.
e ta botosh, domethënë askush nuk thotë gjë që ti ke bër një shkelje etj. Ti si thotë, "Shiko, unë mora këtë dhe bëra krijesën time." Dhe kështu e mendoj unë. Ndihesh mirë, domethënë po ndihesh mirë pavarësisht se gjithë mund të shajnë. Por ti ke këtë drejtë, domethënë, sepse në kohën e tashme ti je tani gjallë, domethënë Blegu nuk është, Morrisoni nuk është etj. E ke këtë drejtë që ta bësh, ta marrësh atë veprën e tij, e të japësh një frymë tënde, dhe bën bukur. Vëre sot edhe të huajt, po edhe të artistët shqiptarë, se më kujtuan Beatlesat. Përpara disa kohësh kam qenë në Londër në koncertin e Alban Skënderajt në të njëjtën sallë ku kanë dhënë koncerte Queen, Beatles, Rolling Stones pafund, dhe në një nga ato shënimet e dhomave të zhveshjes edhe aty ka një ndjesi tjetër kur ti e di për shembull që je mbështetur tek një njëjti mur që mund të ketë mbështetur kokën John Lennon. Po. Edhe thoshte që këtu kemi bërë muzikë dhe kishte kaq shumë njerëz dhe kishim kaq mjete të këqija fonike, audioje, sa çfarë do gjëje që të këndonim ose të luanim ne, asgjë s'më i vesh sepse publiku dilte mbi volumet tona, mbi zërat tan, edhe vokalet, po edhe instrumentat. Dhe si është puna e asaj e shkëmbimit, pra ti mund mos e dëgjosh fare se çfarë po ndodh, po ti e ndjen se çfarë mund të jetë duke ndodhur dhe reagon po njësoj. Ndërsa sot ka një tendencë për edhe për shkak të zhvillimit të teknologjisë, për gjëra shumë perfekte, shumë farmaceutike, që ndoshta mund të jenë të bukura nga pikpamja e formës, po për mbajtje si mungon kjo, ja i mungon kjo rëshitje, kjo stonatura për shkak të emocionit ose mungon kjo sepse duam që të jemi sa më shumë, siç e the ti, edhe materialist, edhe si përfaqësor ndonjëherë. Ka shumë dukja, domethënë, kjo pjesa si përfaqësore, domethënë shitet kollaj, ose ndoshta njerëzit duan dhe gjëra të thjeshta, domethënë, edhe këta kanë arritur një lloj manipulimi, një lloj kompromisi me veten, që do këtë lloj malli, atëherë të servirim këtë gjë, domethënë. Dhe ajo pjesa pasaj që është pjesa e rrallë, domethënë do të gjej vetë, do t'i çaj vetë rrugën. Dhe kjo është gjëja më e mirë, domethënë siç tha ai, rrugët e Gjeniu tha, ja rrugë plot me shkrepa dhe gërgje, domethënë, ndërsa rruga tjetër e masës është shumë e gjerë, mund të ecësh kollaj, domethënë ecën përparon. Por ama duhet kesh parasysh të rrugën tjetër, domethënë që ti nuk ta jep njerit gatshëm si formulë, domethënë do ta hapësh vetë, do ta çash vetë, domethënë këtë pjesë. Ajo puna e fjalorit mund të ketë lodhur patjetër, fjalë për fjalë. Sot ka më shumë kollaj lloj dhe kështu me radhë. Megjithatë, di që na ka bërë ky interneti, Genc, a e di ti si e kam filluar unë vizitën time në Paris, nga ku e kam filluar? Nuk e kam filluar as nga Muzeu i Louvrit, as nga Notre Dame, as nga Pulla Eiffel, as nga Moulin Rouge. E kam filluar nga Père Lachaise, nga Varezat. Vetëm sepse nga pamjet e internetit më zhdukur shumë afër kuarteti i famshëm Morrison, Marcel Proust, Balzac, Hugo. Por çfarë flet më burr? Por kam rrit me lokacion, me location, me hartë. Kanë thonë që nuk orientohesh kollaj. Nuk orientohesh kollaj, pra ai interneti që të bën ty të mendosh që është diku aty afër, ti shkon në këto varezat e njerëzve të famshëm dhe orientohesh me map, me hartë, sepse është e pamundur që ti të gjesh në mënyrë kaq të thjeshtë. Kështu që ndonjëherë edhe ky bombardimi me informacion në internetit ta heq atë gjën që ti mendon se ndodh ku përballesh në realitet. Është plan, domethënë, shumë unë prisja që ti kisha lexuar që nuk është më ajo koka, ai koka Buste Morrisonit që është vjedh atëherë në kohën e Francë 1998-s më duket, dhe është vetëm ai kunji aty. Ama të më përshtypje që është një varë që ruhet, ndryshe nga vizitohet, ka pelegrinazh. Pa fund. Po edhe që ruhet. Pra është dikush që ruan ndryshe nga varret e tjera të personazheve të njohur, po prap thua që personazhet e krimit në Shqipëri e kanë shumë më të mëdha, shumë më të bukura, shumë më luksoze banesat e tyre të fundit. Po, më të shtrejta. Ndërsa më kujtova këtë pjesën unë kam pjesën e Romës me vizitë në varreza protestante, pas eksperiencë kulturore të ngjashëm, ndërsa unë shkova aty për Shellin dhe për Byronin, domethënë ishin atë doja ti vizitoja, po varreza e mbaj mend që doja dhe unë Romën. Ndoshta sepse thuhet që nëse do të kuptosh më shumë për kulturën e një populli, duhet të vizitosh varrezat e tyre. Më kujtoa një tjetër varr në Moskë, varri i Tolstoit, edhe ai në mes të asgjës, në mes të shumë
në Rusi, pra në mes të shumë vareve të tjera, më falni, jo Tolstoi, Çehovi, një var i vogël të cilin ti duhet ta shohësh në internet. Ora ky është për vërtetë apo po më gënjejnë këta njerëz për shkak se unë nuk lexoj të shkronjat cirilike. Kështu që aty kupton pastaj se kush është kultura e vendit ku ti ke shkuar. Sot a je i frymëzuar njësoj Genc, a merr lapsin apo tastierën tashmë, nuk e di se me çfarë punon, rishkruani, rikthesh atyre që ke bër. Kupton që mund të kenë qenë ca gjëra infantile që ndoshta tani mund t'i bësh më mirë, apo merresh me një gjë të re gjithmonë. Në përgjithësi, domethënë, ke libri i rockut them që kam arritur atë që doja, më thonë, jo vetëm pjesën e rockut thash si rock, më thonë thjesht si rrymë muzikore me tjerë me grupet, por edhe me pjesën e brendshme poetike shpirtërore, më thonë, dhe pjesë që duhet të nxjerrë ke libri i rockut ishte pjesa e poezisë rockut, më thonë, poetika e tyre. Dhe atë grupet që zgjodha, më thënë më kishin lënë këto mbresat e thella, pavarësisht se mund të kapësh disa këngë teke që mund të jenë po aq frymëzuese. Ky ishte libri i parë që u ribotua, më thënë, ka 3 vjet. Botimi i parë i dalë në 2005-ën. Pas e bëra Morrisonin dhe në sajt të Albasit të Ritës, si fanse e vjetër e Morrisonit, e nxorëm dhe edhe ishte publikim vërtet shumë serioze, me shumë vlera. Por edhe është redaktuar shumë mirë, më nësë një libër, unë e vuaj vetë të gjën kur një libër nuk është redaktuar qoftë dhe nga pjesa gramatikore dhe më thënë e tjera kur ka drejt shkrimore, duhet të jetë, më thënë, i mirë dal. Dhe thash frymëzimi tani arrihet me pak gjëra dhe me pak grupe për shkakun, kështu që edhe brenda një këngë jam gati të kap ato gjërat fine që ta japin atë frymëzimin, për shembull qoftë se po flasim prapë për Zeppelin, aty më shkon gjua. Në qoftë se ti dëgjon Bonzon për shembull në bateri, shumë pak veta mund ta humbë të duket si një bateri e kujtdo grupi tjetër, por në qoftë se fokuson ose e mban mendjen, e them mbajini veshin tek Bonzo, mbajini veshin tek bateria. Atëherë ti e dëgjon po njëjtën këngë e dëgjon në një frymë tjetër, në një dimension tjetër. Dhe kjo është gjë e bukur, ti ridëgjon po ato këngë, po ti i ridëgjon ndryshe, domethënë. Është e njëjta këngë, por është në kohë të ndryshme dhe ti je në gjendje të ndryshme, dhe sa i afta kapësh këtë pjesën fine, domethënë, ku kënga e ka atë pjesën tjetër për te. Kështu që po, natyrisht jam, domethënë, dua të dëgjoj kudo ku jam, lexoj përsëri, më thonë, edhe pjesën e më pëlqen kjo pjesa e grupeve, pavarësisht se thash, nuk është pa entuziazëm që ka qenë prej kohësh. Por ajo pjesa e thelbit është brenda, më thënë, kjo është, ne ruajmë thelbin në fund fare, më thënë, mbledhim dhe ujë, pastaj i seleksionojmë, më thënë, hedhim ato që janë tepër dhe mbetet ajo që ty të vlen. Dhe me që ti u ktheve disa herë Genc aty, le ta mbyllim këtë bisedë bashkë me këngën më të mirë të shekullit kaluar, e rankuar atje në për Rolling Stones e në për gjithë revistat më prestigjioze të botës që bëjnë rankimin, kështu me sa më mend, Stairway to Heaven është kënga më e mirë e shekullit kaluar. Ne sa mirë që kemi jetuar ne, i kemi zonë të 2 shekujt. Të falenderoj shumë për bisedën shumë të bukur, shumë të sinqertë dhe nuk ndodh për ditë. As të intervistosh të ftuar që flasin për këtë temë dhe as të takosh në jetën e përditshme personazh jo publika, po çon si ka që flasin për këtë temë. Jo më kotë jemi puqur dhe bashkë jemi folur për të gjëra. Faleminderit shumë që isha këtu. Stairway to Heaven, Led Zeppelin e mbyllim me Gencin dhe rikthehemi përsëri në studio javës tjetër. Shpresoj me biseda po kaq të bukura dhe të ndjera, se e vërteta fare është që kam shijuar edhe vetë shumë këtë. Po shumë. Mirupafshim, miru takofshim.